Mirë se erdhët në emisionin Box to Box. Do të flasim ditën e sotme, është e hënë, i dedikohet pronave kjo ditë në fakt, edhe fokusi do t'jetë tek tregu i qyrave, jo vetëm në kryeqytet, por edhe në zonat të tjera, megjithatë duket që çdo zhvillim kalon përmes Tiranës. Do të ndalemi në 5 vjeçarin e fundit, pra si ka ndryshuar tregu i qyrave në 5 vitet e fundit nga 2019 dhe deri në 2024, por duke marrë parasysh edhe fillim vitin 2025, duke qenë se sipas ekspertëve gjykohet që ka dinamika të tjera. Do të kuptojmë faktorët, por mbi gjitha se si pritet të jetë ecuria për gjatë muajve dhe viteve në vijim. Kam kënaqësinë që të kem në studio një ekspert edhe njohëse shumë e mirë e tregut të pasurive të paluajtshme, por në veçanti e tregut të qyrave. Përshëndetje Eriola, kënaqësi që të kam. Eriola Canga është eksperte e tregut pasurive të paluajtshme. Kënaqësi që jemi ne. Kënaqësia ime. Eriola, unë përmenda pak që do t'i referohemi 5 vjeçarit fundit, duke qenë se atëherë në një farë mënyrë ka nisur edhe ajo pika e kthesës sa i takon tregut të pasurive të paluajtshme dhe veçanërisht tregut të qyrave. Të dhënat e Instatit treguan se në pjesën më të madhe, qytetarët, familjet shqiptare janë të prirura që të kenë një banesë në pronësi. Megjithatë ishte një përqindje prej tyre, më pak se 10%, të cilët jetonin me qyra. Çfarë do lloj ndryshimi që ndodh, ne dim fare mirë që kalon përmes kryeqytetit. Pra, është kryeqyteti, është Tirana që ndjen së tepërmi. Nëse do jepje një përkufizim, le themi, asaj që ka ndodhur në 5 vitet e fundit, 2019, 2025, si do ta përkufizoje? Ka qenë e pritshëm? Në fakt, në mas nuk ishte e pritshme. Pra nëse deri në 2019 ishim mësuar me një rritje të ngadalë, 3, 4, 5% në vit. Që ka qenë e zakonshme. Janë rritje normale. 2019, në periudhën e Covidit, masa priste që të kishim një rënje të tregut, një rënje të qerave, një rënje të çmimit të shitjeve, gjë që nuk ndodhi tërësisht e kundërta, sidomos pas vitit 2020. Shumë bukur citova më përpara që kultura shqiptare na dikton që të jetojmë në një banesë tonën dhe ta kemi në pronësi tonën edhe jo të banojmë me qera. Por çfarë ndodhi në 2019-ën, kostot e ndërtimit u rritën, shtuar dhe faktorë të tjerë edhe social. Pra edhe kjo kultura shqiptare që po fillon dhe zbutet dhe çiftet e reja paraprakisht preferojnë të qëndrojnë një periudhë të caktuar me qera, të bashkëtesë përpara se të kalojnë martesë. Rritja e çmimit të blerjes normalisht çojnë automatikisht një kategori blerësisht mos ishin me potencial për blerje. Pra duke mos i aksesuar dot çmimet e larta e rritura të blerjeve, domosdoshmërisht kaluan në ju drejtuan tregun që do kalonin në tregun e qerave. Paralelisht, duke u rritur tregu i qerave, çfarë ndodhi? Automatikisht u rritën kërkesat, se është një bumerang që tërheq, domethënë, vjen rrotull dhe një faktor influencon një tjetër dhe ky tjetri një tjetër dhe mori atë vorbullën që okej, me që po rriten dhe qerat, atëherë një pjesë e mirë të ardhurave sëmos e shqiptarëve që jetojnë jashtë i përkthyen në Shqipëri duke investuar në pasuritë paluajtshme. Pra duke bler këto prona me qëllim investimi për t'i lënë me qera. Rritet çmimi i qerave, rritet çmimi i shitjeve. Lëvizjet e tregut, sepse u prirën që ato kursime që kishin të investonin në një pasuri të paluajtshme për ta shfrytzuar ato si burim të ardhurash më tej. U pa si mënyra më mirë e investimit, krahasimisht me çfarë mund të ofrojë tregu për një shumë tot X të ardhurash që dikush mund i ketë kursuar dhe u investua së tepërmi. Deri në vitin 2024 ishte ky bumi i rritjeve. Sot që flasim në vitin 2025 kemi një dinamik të re, sepse u investua kaq shumë në pronat për investim me qëllim shfrytëzimi i qeraje, sa që kërkesa dhe oferta po arrin stabilizojnë njëra tjetrën, dhe në 2025 kemi një dinamik interesante që nuk ka më këtë rritjen e vrullshme. Ka një stopim, mos të themi që disa kategori pronash po detyrohen edhe të negociojnë termat e kontratës së qeras, të negociojnë edhe në pritshmëritë e çmimit që kanë dalë fillimisht në treg, në mënyrë që pronat bëhet të shfrytëzueshme dhe të mos ngelet më e padhënë me qera.
Ryra, unë do të pyes mbi faktorët që mund të kenë sjell në këtë situatë. Pra tek fakti që përballemi dhe jemi përpara një dinamike të re që në një farë mënyre ka sjell edhe stagnacion sa i takon çmimeve dhe domosdoshmërinë për të ripar kontratat e qeras. Por dua përpara se ndalim edhe me shifra, se si ka qenë kjo tendencë rritëse, të komentojmë pak atë që tha Kryeministri Rama për të mbetur te terminologjia e përgjithshme e këtij sektori. Bëri një deklaratë kur tha që ky është momenti i dur për të investuar, sepse në vijim me integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, vlera e pronës do të rritet ndjeshëm. Dhe solli në vëmendje këtu edhe rastin e Kroacisë, pra se çfarë ka ndodhur me pasuritë e paluajtshme në Kroaci. Një deklaratë e tillë, sa pesh dhe në çfarë forme mund të ndikojë në treg? Unë mendoj që aty ku gjërat janë duke rrjedhur mirë, nuk ka nevojë për thirrje. Dhe thirrjen e shikoj si nevojë për të vazhduar në hapat që ishim mësuar deri më tani. Pra e shikoj si një zë që kërkon të japi të gjithë investitorëve që ndofta në këtë pikë po janë pak skeptik që të vazhdojmë të investojmë apo të kemi të kthej besimi dhe sigurinë që shiko se nuk do kemi këtë stopimin që po flitet shumë sepse shifrat flasin vetë, duam apo s'duam t'i pranojmë neve. Pa diskutim që mund të ketë këtë influencën hyrja në BE njësoj si që zoti kryeministër ka cituar edhe ka përmendur tregun e Kroacisë. Dhe besoj që është një gjë normale që mund të ndodhë, por duhet kemi parasysh disa faktorë këtu, sepse ka kategori të ndryshme të çmimesh në treg. Aktualisht që flasim janë dhënë mbi 30 leje, janë leje në ndërtim dhe janë pallate mbi 30 kata. Që do të thotë, nëse themi në prit se këto çmime do barazohen me ato të BE-s, flasim pikërisht për këto ndërtime, për këto kulla, që kanë nisur sot të ndërtohen dhe mbarojnë mas 5 apo 7 vitesh. Flasim në periudha të mëvonshme. Edhe nuk e themi do të njëjtën gjë për gjitha pronat që janë në treg, se keni dhe ndërtime të viteve 1950. Pra, ky klasifikim dhe ky diferencimi tregu do bëhet. Pra, këtu futemi tek elementët dhe faktorët që merren në konsiderat në përcaktimin e një çmimi, qoftë për ta dhënë me qira një pasuri të caktuar, qoftë për ta shitur atë. Dhe janë disa elementë që vlerësohen dhe merren në konsiderat në përcaktimin e vlerës. Do jetë ky klasifikim. Dhe pa diskutim mosha e objektit, shkalla amortizimit, pozicioni, zona ku ndodhet e tjerë, janë pjesë e faktorëve që do diktojnë çmimin dhe vlerën e një prone, qoftë për shitje, qoftë për qira. Unë jam dakord me këtë deklaratë, por kemi parasysh që do marri vlerë pikërisht në këto ndërtime që unë po flas. Janë dhënë mbi 30 leje dhe janë prona në ndërtime sipër dhe janë pra vlen për ndërtimet e reja. Mund të themi që e njëjta gjë do vlej dhe për pallatet e viteve 2000 apo të viteve 1980. Nuk besoj që në këto prona do ketë një rritje të tillë të vlerës. Hym apo s'hym në BE. Pastaj tregu ka dhe lohatjet e veta. Sot që flasim në Amerikë për shembull apo në shtete të BE-s ka lohatje tregu i pronave, se ka edhe oscilacionet e veta në varësi të kërkesës ofertës. Nëse ne flasim në një përgjithshme, nuk duhet marrë e mirëqen që ky trend do të vijojë. Si çdo produkt në treg edhe pronat janë pasuritë paluajtshme që vjen një moment arrin pikun e vet të ngopjes dhe pastaj është kërkesë oferta që sërish do diktojë nëse do ketë rritje, stagnacion apo dhe rënje. Aktualisht në Itali, nëse marrë një shembull në shtetin fqinj, nuk është kjo dyndje për të investuar në pronat paluajtshme njësoj si në Shqipëri, që do të thotë aty trendi është në ulje, jo në një ulje drastike, por në ulje i çmimit të pronave. Sikundër të njëjtën gjë, Greqia e ka njohur para disa vitesh. Në kohën e krizës që çmimet e banesave ranë në mënyrë drastike. 200.000 euro në Tiranë, 200.000 euro bleja në mes të Athinës, dhe kjo nuk është gënjeshtër, por është një moment i caktuar të një tregu të caktuar. Shpesh ky moment që në vendet e tjera ka shënjuar pra realitetin e tyre, që do thot ka ndodhur dhe ka qenë i prekshëm për shumë vende të tjera të zhvilluara, ky momenti është ajo, le të themi, iluzioni që është krijuar edhe në Shqipëri tek një pjesë e qytetarëve të cilët presin pikërisht këtë gjë. Pra, besojnë që një moment i tillë kaq i rëndësishëm do të vi, një moment që duhet shfrytzuar pa diskutim, do të vi dhe do të ndodhë edhe në Shqipëri.
Pra do të kemi dhe do të përballemi pikërisht me rënje të çmimeve si rrjedhoj e shumë faktorëve që do të vinë me kalimin e kohës. Tani nëse ne ua themi këtë gjë, ja rrezikojmë tua përforcojmë këtë bindje dhe ata të presin këtë momentin e artë që vjen për shkak të shumë rrethanave? Ajo që ka unë do t'i sugjeroja një blerësi apo një investitori do ishte të gjej profesionistin e duhur për të bërë dilljen e duhur në treg. Pra që ai të mos blej një pronë të mbi vlerësuar. Një pronë që është e blerë në çmimin e tregut dhe ka elementet e cilësisë nuk është asnjëherë një investim i gabuar. Marrim një shembull, një pronë e ndërtuar në vitin 2020, që kushton 150.000 euro, së cilës ti merr 800 euro që ra sot, sado që të bjerë çmimi pas 5 viteve, supozojmë që kemi bërë një harë kohor prej 10 vitesh kur tregu ka njohur rritje dhe nuk do vazhdoj pafundësisht, do njohë stagnacion, do fta pak rënje. Në këtë 5 vjeçar, një blerës që ka investuar në këtë gjë që përmenda, do këtë nxjerrë të paktën 1/3 e vlerës së pronës. Dhe vlera e pronës më shumë se 30% nuk mund të bie në 5 vite. Pra në rastin më ekstrem, kur kemi goditjet ekonomisë nga faktorë që s'kan lidhje ndoshta me drejt për së drejtë me real estate-in, gjithsesi ky investitor nuk është asnjëherë i humbur sepse atë vlerë investimi e ka marrë në këto vite. Është tjetër gjë nëse ky investitor ka investuar në një pronë me çmim tregu, në një pronë të amortizuar, që tashmë është 7-10 vjeçare. Vlera e kësaj prone pas 5 vitesh, duke e hequr amortizimin është e vogël, por rikthimi nuk ja mundson. Duke shtuar dhe një rënje të tregut në kaq vite, nuk është investimi i duhur. Pra ajo që dojmë shoja nuk është sepse ka faktorë të cilët nuk i parashikojmë dot dhe kryesisht janë politika fiskale. Unë nuk mendoj që kaq leje janë dhënë në ajër dhe nuk është bërë një parashikim se kush do të jenë blerësi dhe se si do të vijojë tregu. Se përndryshe do kishim një kolaps qoftë edhe pas një viti. Të gjithë këtyre ndërtimeve që bëhen edhe që të mos kishim blerës. Unë mendoj që politikat janë të menduara, pastaj se pak më lart apo pak më poshtë parashikimeve tona, mendoj që rrotullohemi po aty çfarë ne mund të parashikojmë. E përmendë pak që e gjitha kjo në një farë mënyrë është një lloj ekuilibri dhe një lloj nëse jemi në këtë situatë është rrjedhoj e kërkesë ofertës. Patjetër. Dhe në 2019 kur u shënua ajo pika e kthesës, sepse deri asaj kohe rritja e çmimeve ka qenë një rritje e pranueshme, pra në një përqindje të pranueshme dhe të justifikuar, pas 2019-s me pandeminë gjërat ndryshuan. Dhe pritshmëritë edhe asaj kohe ishin që të mos ndryshonin duke qenë se ne kemi dhe kishim aso kohë një stok ndërtesash të cilat ishin të pashitura, që në një farë mënyrë kishin krijuar një lloj ngërçi tek ndërtuesi. Kjo situatë duket që nuk ndikoi aso kohë. Ndoshta mund të mos ndikojë edhe në rrethanat e tjera që mund të krijohen. Edhe sot që flasim, nëse... Kemi një stok... Edhe në momentin që flasim, nëse ne kalojmë darkave... Llogaritur që ishin një fond i caktuar banesash apo apartamentesh të pashitura, të pabanuara. Atëherë këtu do të bëjmë një diferencim, janë të pabanuara dhe jo të pashitura. Dhe dalin pikërisht te kjo që më përpara thash kanë blerë sepse kanë parë si mënyrë investimi apo le të themi kursimit të ardhurave të tyre të përkthyer në vlerë prone në Shqipëri, pavarësisht se nuk banojnë në Shqipëri. Dhe kanë zgjedhur të mos i banojnë. Sot që flasim, nëse kalojmë darkave në komplekse të caktuara, ne mund të shohim që 20% e banesave janë të banueshme. Për shembull. Kjo nuk do të thotë që banesat janë të pashitura, se po të futemi në atë kompleks nuk ka të banesat të pashitura. Janë banesa të blera nga investitor ose nga shqiptar për shtëpi të dyta dhe nuk i kanë përkthyer në shtëpi për t'i lënë me qera. Pra të blera për t'ia lënë në një të ardhmë me djalit me nusen, për t'ia lënë dikur po shkoj se po kthehem të pleqoj në Shqipëri, janë banesa jo të pashitura, por të pashfrytzuara. Përndryshe, ishin të pashitura, ne nuk do ishim përballë këtij fakti që çmimet sa vind dhe rritan, se nuk bën logjik të thjeshtë matematikore. Nëse ke nxjerr një pronë në treg dhe nuk të shitet dhe ti ke nevojë ta shesësh, patjetër që do diktosh elementet e çmimit. Lola, meqense po flasim në terma të përgjithshme, kemi dëgjuar shpesh që në këto muajt e fundit jemi edhe përballë një situate ku ka kërkesë, por nuk ka ofertë në treg. Tani sa qëndron një tezë e tillë?
Problemi më i madh dhe muajt e fundit është tek blerësit, të cilët duhet financohen me kredi bankare për blerjen e pronës. Ofertë tregu ka, por ofertë prona është të hipotekuara, këtu kemi mungesë. Dhe këto janë pronat që deri në një pikë kanë edhe çmime abuzive. Nëse ne shkojmë në një kompleks të ri në ndërtim, mund të marrim çmim të mirë, krahasimisht me zonën, me ndërtimin, me standardet e tjera. Ndërsa pronat të cilat disponojnë certifikat pronësie për të lënë kolateral për një blerës me kredi, janë shumë të pakta. Në këtë pikë kemi mungesë pronash në treg dhe blerësit me kredi janë ata më të penalizuarit në këtë moment. Blejnë edhe me çmime mbi tregun, pikërisht sepse oferta për këtë pronë është e pakët. Oferta për këtë pronë është e pakët, ndërkohë në rastin e pasurive të cilat nuk janë hipotekuar apo nuk janë regjistruar nga kadastra, ka ndryshime në çmim në vlerën e shitjes Patjetër që të këtyre ndërtimeve? Patjetër që po. Një blerës që disponon financim personal për pronën që do të blej, merr çmim 200, 300 deri në 400 euro për metër katror, më të mirë në të njëjtën zonë se sa një blerës me kredi. Shto dhe faktorin kohë që do të presi që ndërtimi të mbaroj, shto dhe faktorin risk që ndërtimi të mbaroj, ama merr një çmim më të mirë. Ndërkohë, blerësi që kërkon certifikat pronësie për kolateral, është në mangësi të këtyre pronave. Këto janë pronat që për fat keq, për mendimin tim, janë pakës edhe të mbivlerësuara me vlerën që ofrojnë. Janë të mbivlerësuara? Janë të mbivlerësuara. Mund të jenë në të njëjtën zonë, mund të jenë pallate ngjitur. Por vetëm se ka një dokument pronësie? Por ka një dokument pronësie dhe dokument pronësie i duhet këtij blerësit me kredi në mënyrë që të marrë atë kredin dhe nuk ka zgjidhje tjetër. Ndërkohë është më ai fenomeni se mbetëm dhe u shkëputëm pak nga fokusi, sepse do të diskutonim për qirat, por kjo është e fundit që ndalemi për ta diskutuar. Pra fakti që një pjesë e mirë e pronave nuk kanë dokumentin e pronësisë. Ne dim çfarë ndodhi dhe unë kujtoj atë situatën që ishte shkaktuar në vitin 2020-2021, kur vetë Agjencia Kadastrës pranoi që ishin mbi 1370 pallate vetëm në kryeqytet që ishin të pahipotekuara, që do thotë nuk ishin ndërtuar me konform rregullave apo dispozitave ligjore. Është garanci një pasuri e tillë, pra në momentin që një qytetar investon, por nuk merr certifikatën e pronësisë, pra për ta regjistruar në emrin e tij, por i futet një kontrate paraprake, kontratë porosie etj, pra siç është praktika. Është kjo garanci që ai do të pajiset me dokumentin e pronësisë, është kjo garanci që të mos përsëritet situata që e njëjti apartament ju shitet jo një familje 2, 3 e kështu me radhë siç ka ndodhur vitet e kaluara? Garancia pas vitit 2019 është fakti që kadastra ka dhënë mundësinë që prona të bllokohet edhe në fazë karabina. Pra ajo kartel bllokohet me të gjitha dhënat e kartelës, përveç se nuk ka certifikat pronësie, por të gjitha dhënat e kartelës të asaj prone bllokohen në emër të X individi që lidh kontratën e porosiisë. Sa të sigurt janë qëramarrësit pastaj që lidhin kontrata me prona që ende nuk janë të hipotekuara. Këtu ligji parashtron që jo më tepër se një vit do të jetë kontrata e qeras dhe në këtë rast duhet me patjetër konfirmimi i kompanisë ndërtuese dhe miratimi i kompanisë ndërtuese për të bërë palë për kontratën e qeras në mënyrë që një qëramarrës mos gjendet përpara surprizave të pakëndshme, ndërkohë që lidh një kontratë qeraje dhe merr një apartament për të banuar. Apartament, por qoftë edhe njësi apo strukturë që mund të jetë për biznes. Ligji parashikon që kontratat në këtë raste, pra kur nuk disponohet ende një certifikat pronësie, të mos jenë më shumë se sa 1 vjeçare. Sigurisht me të drejtë rinovimi, por ka element që ne i vëmë pjesë ekstra të kontratave në mënyrë që një qëramarrës të jetë i mbrojtuar. Tani për të ndalur dhe për të parashtruar pak edhe për të kuptuar se si ka ndryshuar vlera e qerave ndër vite. Dhe sigurisht indikatorët treguesit janë me vlerë, por kur vjen përballë kuptohet edhe ajo diferenca në çmim. Se ne po diskutonim një ditë më parë, po bënim një bisedë dhe unë isha ende me çmime që ishin në 2019 apo jo. Dhe më thej që me të tilla vlera 300, 400, 500 gjen vetëm në fresk. Siç duket unë prierëm të kem informacion për këtë zonën e Dajtit, edhe nuk di çfarë ndodh te këto zonat e tjera të Tiranës. Tani sa ka qenë çmimi për metër katror në 2019 dhe sa është aktualisht për të kuptuar këtë diferencë që ka
pësuar dhe për ta lidhur me faktorët. Për njësi banimi, pra apartamente banimi, jo njësi të shfrytzuara për biznes, çmimet kanë veriuar 5 euro metri katror në varësi të zonës, së pallatit, të ndërtimit e tjera, deri në 10 euro metri katror. Sot që flasim jemi në dyfishin e këtyre çmimeve. Pra përkthyer në vlera të prekshme, nëse themi kam një kërkesë 300 euro një apartament 1+1 në Shpik Tiranës dhe Magjesh, unë nuk gjetot një skaj të Tiranës, se ku mund të da gjej një apartament 300 euro. Mund të them që do jetë një pallat ekzistues, nofta kati 5 ose kati i parë, dhe në kushte shumë modeste. Dhe nëse flasim për këto vlera qerash pastaj dhe kalojmë në zonat më elitare që janë bloku, Liçeni, rruga Kosovarëve, apo komplekse specifike të cilat vlerën e marrin prej standardit kompleksit, llogarisimi mesatare qerash 700-800 euro. Pra nivelli i qerave që do thotë një rritje gati 50%. 50% mesatarisht të çmimeve. Nëse ne në Astir apo në Fresk dikur gjenim qera 200 euro, flasim për apartamente 1+1, sot do të kalojmë në vlerën e 400 eurove për të pasur një apartament 1+1. Pavarësisht se duken skajet më të largët të Tiranës, por fund të ditës kjo është vlera sot që flasim. Dhe pa diskutim ajo që nuk bën sens paktën me këto çmime dhe me këto vlera, që shkojnë gati sa një pagë mujore, sepse të diskutosh për një nivel qeraje që shkon 500, 600, 700 euro për një shtëpi në një zonë të caktuar, megjithse ajo që përmendëm ne zona e bllokut mund të konsiderohen zona elitare, megjithatë kjo tendencë në rritje e vlerës së qerave për kryeqytetin që normalisht është reflektuar dhe në qytetet tjera dhe në zonat bregdetare, por është ndjerë së tepërmi në Tiranë, duket pak si jo normale në kushtet kur ne i vëmë përballë të ardhurat mujore që siguron një familje. Pra, nëse shkon kjo vlerë 600-700 euro në muaj, për qeran, këto mund t'jenë të ardhura që mund sigurojnë një familje në muaj nga paga. Dhe çfarë do të mbetet për të paguar dritat, për të paguar ujin, për shpenzimet mujore, për ushqime, veshmbathje e tjerë. Pra, duket që është një vlerë të jetë e lartë dhe gati e pa përballueshme. Duket një paradoks, ndaj është edhe së fundmi, vitin e fundit ka rritjet kërkesës për të blerë, qofte dhe duke u strapacuar në për ato kursimet e veta, në për ato borxhe që mund të sigurojnë në përmjet familjarëve apo në përmjet procesit kreditimit. Realisht, blerësit që janë në proces kredie, unë e them me keqardhje që vitin e fundit po strapacohen për të pasur një pronë, por janë të diktuar dhe nga kushtet e qeras. Pra nëse flasim që nuk do të gjej dot një apartament për banim në 500 euro, edhe flasim në kushte modeste në 500 euro, atëherë janë duke bërë të gjitha tradativat në gjitha format që, ta mund të blej këtë shtëpinë dhe pastaj të paguaj kredin, dhe sepse është më e leverdishme që mund të paguaj një kësë kredie se sa të paguaj. E ka orientuar kjo tregun drejt blerjes, pra fakti që çmimet e qerave janë rritur në këto nivele, ka rritur kërkesën për blerje? Ndaj citova pak në fillim që është një rreth vicioz, që një faktor ndikon te tjetri dhe tjetri kthehet tek i pari dhe vazhdon ky rreth vicioz që diku do të arrijë pikun. Por unë besoj që nuk është 2025 viti kur do të arrihet ky momenti kur kërkesë ofertë do jenë në balancim total edhe do kem një stopim total. E qartë. Ergjula, përmende pak më parë që nëse vinë edhe më kërkojnë para paraqiten dhe kërkojnë një apartament dhe vendosin një kufi, le të themi, për pagesën mujore. Çfarë të ndodh të hasesh më shpesh? Pra sa është kufiri i një qeraje që duan familjet, çiftet e reja, apo studentët kur vinë në kryeqytet? Pra ai kriteri që vendosin. Për sa është niveli i qeras që mund të jetë i përballueshëm për xhepat e tyre? Masa është 400-500 euro. Pra për apartamente që variojnë nga 400 në 600 euro, agjentet imobiliar gëzojnë kur ju vinë prona të tilla për t'i trajtuar, sepse ka klientin të sigurt dhe të shpejt madje. Masa është në, mund të themi, 70% e kërkesave variojnë në këtë buxhet, qoftë çiftet e reja, qoftë studentët apo familjet e reja. Duhet të konsiderueshme gjithsesi. Në 400 dhe në 600, pra sepse 350 ka, po është pak më vështirë për gjetur. Ndërsa në fashën 400-600 euro është po jashtë unazës madhe,
sërish çfarë tendence kanë çmimet? Kemi patur si vjet qera 400 euro dhe në kombinat edhe viti i fundit ka filluar që është një zonë që të futet në tregun e real estate-it, pra trajtohet nga agjencitë imobiliare dhe jo në njohjet midis palëve, por në ndërtesat e reja qerat 1+1 varion për në këtë çmim 350-400 euro. E qartë, mirë Eriola, unë të falenderoj për gjitha detajet, ekspertizën tënde, si gjithnjë është kënaqësi që të kem në studio, mbi gjitha për faktin që je profesioniste dhe në një farë mënyre vlerëson edhe je në kontakt me tregun, por je në një kontakt, le të themi, që ju shërben ajo që ti thua edhe atyre që na shohin. Sepse qasja jote është objektive dhe është një qasje që vjen nga njëri profesionist, pa diskutim. Duhet ta them dhe këtë. Është një, për mua më është kthyer në profesion jete, pa çka se çfarë kam studiuar, është një punë që e bëj me dashuri dhe nuk më jep lodhje për pasionin me cilin e bëj. Është gjithmonë kënaqësi. Them edhe në studion tënd. Faleminderit. Mirë, shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare, kthehemi në pjesën e dytë për të folur mbi tokat e ndara me ligjin 7501 dhe të gjitha le të themi ngërçet që qëndrojnë sa i takon në certifikimin të këtyre tokave. Pak publicitet dhe rikthehemi sërish në studio.